Kurban Bajrami 2026, një sakrificë që sjell shpresë. Në ditët më të bekuara të Kurban Bajramit, kur zemrat mbushen me mëshirë dhe falënderim, le të mos harrojmë familjet që jetojnë larg mundësive në zonat e thella malore, aty ku një copë mishi dhe një dorë ndihme sjellin gëzim të madh. Shoqata Kutia e Shpresës këtë vit është pranë njerëzve në nevojë, duke shpërndar kurbane për familjet që mezi presin një buzëqeshje në sofrën e Bajramit. Çdo kurban që dhurohet nuk është vetëm ushqim, është shpresë, dashuri dhe kujdes për ata që kanë më shumë nevojë. Shoqata Kutia e Shpresës. Bëhu dhe ti pjesë e kësaj vepre humane. Një kontribut i vogël nga ti mund të ndryshojë jetën e një familje. Dhuroni kurbanin tuaj për bamirësi në adresat e mëposhtme. Kutia e Shpresës, pranë njerëzve në nevojë. Shpërndajeni video dhe bëhuni shkak për një vepër të mirë, sepse çdo kurban është një shpresë më shumë për dikë. Zoti u shpërbleft me mirësitë e tija.